Por me gjithat, duke qenë mrenda, besoj edhe këtu informacione herët avon, kur të përfundoj ky proces, do të kuptohet se sa kam punuar njerëzit brenda për këtë proces. PDK-ja, edhe politikisht në kuptimin e performancës së brendshme si parti, kam bjetuar, ta them kushtimisht, mirë për shkak se ka operuar në gjysmë baterie. Komplet një pjesë e madhe njerëzve ka vepru, ka punu, dhe, si ta them, ka sistemu gjëra për cilat është kërkuar. E qartë, është shumë evidente që dhe ka hargju energji duke përdorur këtë proces për goditje të brendshme politike. Ne kemi parë që në vazhdimsi ka patur një tendencë nga PDK-ja për të fajsuar një pjesë tjetër të politikës për procesin që pëndodh atje, ose për vetë funksionimin e gjykatës. Da shka do që foli, unë tash e lëndoj kretë ka uze për qa komarë, për miftu njerëzit bashkë, pa dalim në gjyrimi, geografie, politike, me qenë në marsh. E tash kjo është mësime që e tha dhe zotri Kodësi edhe zotri Vukshini që duhemi me mësu si shoshin. Edhe që ato pikat e përbashkëta që duhemi me i rujt në kuptim shtetëror, edhe në kuptim të histori son të re, edhe në kuptim shoqëri son. Sepse shoqërzoti që jemi lirë, se cilin moment shumë kritik, ne shohim këto përqarje brenda krejt spektrit politik. Në qëfar do momenti, shumë vendimtar, shumë kritik, ndodhin këto, pra nuk ka unitet në asgjë. Po dhe se kemi bo që debatin e madhë, se kemi bo asë njerë debatin e madhë, nuk e kemi pru historin, si me thonë, në një common ground, në një tokë përbashkët, ku krejt jemi që aty edhe njihemi të përfatsum. Në qëfar dollë roli që kemi pas, qoftë në rezistencë patsore, qoftë si të burgosër politik, qoftë si NATO, qoftë si akter të guerilës. Dhe krejt këto nëse kishin ardhë bashkë, se cili me meritën e vetë, nëse më lejot me përfundu, mendoj që edhe fëmijët edhe tritë e Kosovës nuk e kishin pa në prizmë të cunguar rëfimin as për uqekën as për copat e tjera të historisë. Po, si duket, jeta jo në përdetshme, polarizimi unë i përdetshëm, e ka ndikuar. Edhe e ka ndikuar edhe me njëtë mirë edhe me njëtë keqë, tash se po du me zbut, se po du me hynë atë pjesë, por mendoj që është koha për me undalë këto gjana. Jo pëse është rasti i Hagës, por ne duhet ta kemi një konsenzus mbi çka qëndrojmë si shtet, çka na përfaqëson neve, me çka identifikohemi na, kush është Kosova, kush janë njerëzit e Kosovës. Edhe nëse si pëlqejmë, s'kemi nevojë as mi dashur, as mi pëlqy, mi respektu si akter të rëndësishëm të një periudhe caktuar historike, politike, për me qenë të lirë dhe të pavarur. Shoqër që sot tritë e Kosovës nuk flasin më për lirinë ekzistenciale, po flasin për krejt llojet e tjera të lirive që u garanton kushtetuta e Kosovës, por ato liri nuk kanë kuptim pa lirinë ekzistenciale dhe pa rrethonat se si ka mri, domethënë deri te jetësimi i saj. Pa i lodh, ne s'kemi mri as në kuptim artistik që këtë histori me sjell edhe për dikë tjetër që vjen në Kosovë. S'kemi muze të historisë re. Njerëzit din për Kosovën ashtu se si u interpretohet, qoftë që lexojnë për Hagë, ose që ka lexojnë në një portal në Serbi, ose apo kuptani është deformuar pasqyra totalisht. Po tani edhe për këtë kemi bërë debat realisht. Mënyrën se si e kemi deformuar historinë tonë, pavarësisht është e re, jemi se kemi deformuar në qëllimshëm, po duke rujt me fanatizëm se cili krah pjesën e vet, ja kemi zonë frymën pak. Dhe nuk e kemi lorë. Edhe aja ka qenë punë mendoj që edhe një pjesë ndërkombëtare që kanë pas një lloj inxhinieringu ose shpërlarje të trurit, ka thonë dëgjoj, ti je djalë i mirë, për fletë anglishtën, open mind, banë një film për LGBT, ose që motra si ka dhënë vlau pronën, mos u merrni me të kalumë. Ndërkohë që mu shkolla gjermane më ka mësuar që është mirë holokaustin me xhiru edhe në film, edhe me kujtu, edhe mas 70 vite, edhe mas 80. Që ballafaqimi me të kalumën kultivimi i kulturës së kujtesës është krenari. Unë për vetin ndihem shumë mirë, që ka shku ndërmjet të tjerëve, jam iniciatori që burgu i Prishtinës të shpallët muzeum. Sepse ne nuk kemi kulturë të kujtesës për krejt kalvarin që kemi përjetuar. Megjithatë duhet të theksojmë që i vetmi filmi, pavarësisht krejt sa që thamë, prap filmi mbetet, ka lënë disa gjurmë, janë bërë disa filma. Jo, kemi bo, se unë vetë kom bo ekspozita për viktimat e për të rëtuarit muzeu. Kemi bo mënyrë individuale. Këtu po du me do. Ka do që kemi bërë, kemi bërë nga vullneti personal i mirë, ose nga një organizim kolektiv civil për të thënë diçka. Hollywoodit nuk kemi bo, po me gjitha disa filma e bo. Nëse më lejot, po du me plëcu. Po ta kare fjallin vetëm ta plëcoj këtë. Eliza ka bërë një ekspozit. Unë se kam pa në KTV-a ku ka qenë,
Kam thënë, kam qenë shef misioni Tiranë. Kam thënë këtë ekspozit do të abarti në Tiranë të shojnë diplomatë e huj. Po kjo ka qenë ndërmarrje puro personale. Ne nuk kemi pas program shtetëror. Mirë, për përfaqësuesi shtetit, në kuptimin që pavarësisht vullnetit nuk kemi pas program. Po du veç mu lidh të kjo e pastaj me dalë të nështë edhe tek me alon fjallën Milazimit, po me dalë edhe tek ajo finalja, se qka do që flasim këtu nuk po du me kalu në idejnë që saj grindjeve dhe kacafytjeve edhe përplasjeve kushtimisht ta them ditore. Jo, së është fundi nuk do doja që ta bëjnë këtë natyresht. Unë jam militare që mas pari e Liza si kom përzi korë prej profesioneve ndryshme, e i rujmë në kutia, që shtu edhe i qesë në një mozaik, edhe që ashtu i trajtoj edhe çështjet publike. Mendoj që ne kemi një sfidë që përgjithësinë e publikës nuk e kemi ndërtu hala, fjallën tonë publike, veprimet tona publike, s'ka rëndësia jemi në pozicion institucional, apo jemi civil, apo jemi individ, qoftë në art, qoftë në histori, qoftë në akademi, qoftë në gazetari, diku e kemi haruar rrugës përgjithësinë e vërtet, sepse kur punojmë për publikën dhe me publikën, llogaridhënie kemi të gjithë. Sepse një libër i shkruar me ngjyrime e me buleza aty të shtuara mund të jetë një filez për diçka që mund të kthehet bumerang. Edhe prandaj ndjeshmëria e këtyre proceseve është shumë e lartë. Prandaj ne duhet kemi ndjeshmëri jo vetëm karshi ide së ballafaqimit me të kaluarën që s'po them na është imponuar, por është domosdoshmëri që të ndodh pajtimi, paqëtimi dhe ndërveprimi i së ardhmes me komunitetin sërb, po flasë në Serbi, sepse mrenda Kosovës e kemi detyrim kushtetues që t'i trajtojmë minoritetet si duhet dhe me respekt, por ne s'kemi bërë trajtim, si ta them, mrenda llojit. Ne s'kemi kalu në proces të ballafaqimit me të kaluarën mrenda llojit. Dhe kjo është kacafytja jonë e përditshme që pastaj instrumentalizohet në ngjyrime partijake, politike, institucionale. Dhe këtu s'po du, as me vofaj mo kërkon, se s'ko marrë hiç sot me vofaj dhe s'po du me lujt atë rol, po du me bo thirrje. Po du me bo thirrje që njerëzit në çfarë do lloj roli që janë, me kuptu peshën e përgjegjësisë që ja ka dhënë dikush, qoftë si mandat, si deputet, qoftë si pozicion të komisionuar, nominuar ose të zgjedhur, që me bo punën mirë edhe shteti me kuptu si proces që bëhet çdo ditë, sepse me shpall s'ka qenë letë, po shpallja si akt është i thjesht, ka ndodhë. Aty edhe duket çfarë e thjesht sot kur e sheh zotrin Thaçi duke lexuar deklaratën e pavarësisë. Por procesi i bërjes së shtetit është tepër i komplikuar, tepër ndjeshëm dhe me shumë përgjegjësi. Në këtë proces, ndërtimi ose rindërtimi ose shërimi ose rikuperimi i shoqërisë edhe me pasojat të kaluarës, por edhe me vizionin për të ardhmen, është ende ma kompleks. Shumë kompleks dhe shumë i gjatë në fakt se ne natyrisht që e kujtojmë vetëm këtë pjesën e fundit